Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. A keni arritur moshën 40 vjeç? Studimi i fundit. Këto ushqime mos i hani për të jetuar sa më gjatë. Pas moshës 40 vjeçare, aftësia arrimëkëmbëse e trupit zbehet ndjeshëm. Në këtë grup moshë, njeriu është më i rrezikuar nga kolesteroli i lartë, sëmundjet e zemrës, artriti ose diabeti. Njerëzit e moshës nga 35 në 55 vjeç, që kanë nivele mesatarisht të larta të kolesterolit, përballen me një rrezik në rritje të sëmundjeve në zemër që arrin deri në 39%. Ndaj pas moshës 40 vjeçare, kujdesi duhet jetë edhe më i shtuar, ndërsa këto ushqime duhet t'i eliminoni tërësisht nga tavolina juaj. Njihen si armiku kryesor i shëndetit. Mishrat e përpunuar. Studimet thonë se ngrënia e mbi 200 deri në 300 gram mishrave të përpunuar në ditë rrit rrezikun e sëmundjeve të parakohshme nga sëmundjet e zemrës. Këtu përfshihen salçiçet, proshutat dhe sallamrat. Alkooli. Konsumi i lartë i alkoolit shkakton përthithjen e vitaminës A nga trupi. Kjo vitaminë është thelbësore për rigjenerimin e qelizave. Pijet e gazuara. Këto pije janë të pasura me kafeinë, sheqerna, fruktozë dhe ëmbëlsues artificial. Këto të fundit shkaktojnë dhimbje kokje, marramendje, probleme me tretjen, gjumin, humorin dhe kujtesen. Pirja e një kanaçe të tillë në ditë rrit rrezikun e atakut në zemër deri në 20%. Ushqimet e skuqura. Ushqimet e skuqura rrisin rrezikun e diabetit dhe sëmundjeve të zemrës. Është thelbësore se ekspertët thonë se mënyra e dur e gatimit është me avull, e zgjerë ose pjekja. Pasi ushqimet e skuqura do të ndikojnë negativisht në çështjet tuaja të shëndetit të zemrës. Drithrat jo të plota. Buka e bardhë, makarona dhe produkte të tjera të përgatitur me miell të bardhë rrisin inflamacionin në organizëm. Ky i fundit përbën zanafillin e shumës sëmundjeve si ato kardiovaskulare ose edhe diabetin e tipit 2. Ëmbëlsirat e gatshme. Këto ëmbëlsira industriale rrisin rrezikun e sëmundjeve në zemër, por kanë përmbajtje të lartë të substancave që shkaktojnë sëmundje të mushkërive. Duke pasur në konsiderat listën e mësipërme, njeriu mund të arrijë në këtë pikë edhe pas të 40-ave, duke kombinuar atë me aktivitet fizik, cilësia e jetës në këtë moshë përmirësohet ndjeshëm. Ndërkaq që rikujtojmë se shumë njerëz në mbar botën kanë folur edhe për shtimin e problemeve të ndryshme si pasojë e dietës jo të mirë. Prandaj, për të pasur një organizëm më të shëndetshëm, duhet të jeni më dorështrënguar me ushqimet e këqija. Ndjekja e një diete të shëndetshme është e rëndësishme për çdo moshë. Megjithatë, pas moshës 40 vjeçare, vëmendjen e veçantë duhet i kushtoni asaj që ju konsumoni. Në të vërtetë ka disa ushqime që duhet të shmangni pas moshës 40 vjeçare, por tretja jonë ngadalësohet dhe nuk mund të arrijë të menaxhojë ritme të njëjta si kur ishim 20 ose 30 vjeç. Në moshën 40 vjeçare duhet të filloni të mendoni për shmangjen e problemeve të shëndetit të zemrës dhe të kockave. Në fakt, meshkujt mbi 40 vjeç kanë më shumë gjasa të vuajnë nga sëmundjet kardiovaskulare. Gratë nga ana tjetër përballen me probleme të kockave. Kjo është një arsye pse në këtë periudhë është e nevojshme të konsumoni ushqime të pasur me fibër si fasule, bizele, moll, fruta dhe agrume. Nga ana tjetër duhet të zvogëloni ose të shmangni konsumin e mishit të industrializuar, siç janë sallamrat, proshutat, kriprat e tepërta, ëmbëlsirat, biskotat akulloret, pijet jo alkolike, ushqimet me glutamat dhe patatet e skuqura e të tjera. Në moshën 50 vjeçare, gratë në menopauzë fillojnë të kenë probleme kardiovaskulare. Për të reduktuar këtë rrezik është e këshillueshme që të merrni omega 3, vitaminë B, të përfshira në ushqime të tilla si peshku, majaja e birrës dhe farët e lirit. Në moshën 60 vjeçare, zakonet e të ngrënit duhet të rifulmurohen. Është e rëndësishme të konsumoni vakte të vogla dhe të konsumoni vitamina dhe shtesa. Përveç konsumit të shumë frutave dhe perimeve, është e rëndësishme të pini më shumë lëngje për të shmangur kështu edhe problemet tuaja të kapslëkut. Pas moshës 40 vjeçare, metabolizmi ngadalësohet dhe hormonet ndryshojnë. Ja, disa hapa të rëndësishëm për të bërë fillimin është edhe ndryshimi i dietës suaj ushqimore. Duke përzgjedhur ushqime të cilat
falin edhe përmbajtje të lartë të elementeve antioksidues dhe vitaminave, atëherë do të kthehen aleatin tuaj më të mirë kryesor për mirëqenien e trupit edhe atë mendore. Një avokado në ditë mund të ofrojë gjithashtu edhe shumë përfitime. Ndaj, sipas ekspertëve, do të rendisim disa nga produktet më të mira ushqyese, të cilët persona mbi 40 vjeç duhet t'i kenë pjesë të listës së tyre të ushqimit të përditshëm. Avokado. Duke konsumuar avokado do të arrini të përmirësoni formën fizike pasi mban në kontroll oreksin. Studime të shumta vlerësojnë se avokado si frutat me efekte pozitive në dietën ushqimore, duke e bërë atë të ekuilibruar. Teksa me konsumin e tij, trupi ynë furnizohet me shumë lëndë ushqyese si kur janë vitamina K, E, fibrat dhe kaliumi. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm është edhe lakra. Kur vjen puna për të furnizuar me lëndë ushqyese të rëndësishme, lakra ka shumë më pak rival. Në këtë kuptim, një ndër lëndët më të rëndësishme është acidi alfa psiokik, antioksidant i fuqishëm i cili ndihmon në transformimin e glukozës në energji me mbajtjen e niveleve të qëndrueshme të sheqerit në gjak. Madje një studim i ri i zhvilluar nga Universiteti i Marylandit ka zbuluar se kjo substancë redukton rrezikun e diabetit, iktusin, glaukomën dhe patologji të tjera. Luleshtrydhet. Sikurse evidentojnë studime të shumta në moshën e mesme, rreth të 40-tave probleme me tretjen rriten, duke bërë gjithmonë më të shpesh, sidomos te gratë. Shkaku kryesor mendohet të jetë dieta e varfër në fibra. Kjo është ndër arsyet pse ju këshillohet të bëni pjesë të dietës suaj ushqimore, pasi vetëm një filxhan me luleshtrydhe në ditë do t'i ofrojë trupit tuaj rreth 8 gram fibër. Fibra është një element i domosdoshëm gjithashtu edhe për tretjen e mirë. Personat pas kësaj moshe fillojnë që të kenë shqetësimet e para me tretjen e ushqimeve, ndaj pasurimi i dietës suaj me këtë produkt është një zgjidhje. Thjerrzat. Thjerrzat, pjesë e familjes së bishtajave, janë shumë të pasura gjithashtu me fibra, dhe cilësohen si ushqim ideal për të përmirësuar funksionin dhe ndihmojnë në tretjen e ushqimit. Falë fibrave dhe mineraleve të shumta, thjerrzat ndihmojnë në parandalimin e kapsllokut dhe çrregullimeve të tjera të aparatit tuaj tretës. Arrat. Dihet se arrat janë burimi i shkëlqyer i acideve yndyrore omega-3, të domosdoshme për funksionet e duhura të qelizave të trurit, dhe neurotransmetues përgjegjës për humorin. Megjithatë, ky frut i dobishëm duhet të konsumohet në masë të moderuar dhe në gjendje të papërpunuar, sepse është shumë kalorik. Nevoja ditore për acide yndyrore omega-3 i plotëson 7 orë të plot, që është një konsumues shumë i mirë për mëngjes. Vaj i ullirit. Duke qenë i pasur me vitaminën E, ndihmon në mbarvajtjen e procesit të plakes, edhe për këtë është i domosdoshëm për të moshuarit. Mbron stomakun nga ulçra dhe gastriti, po kështu mbron mëlçin nga çrregullimet me indekse të ndryshme. Personat që konsumojnë 2 lugë vaj ulliri në ditë kanë rënje të kolesterolit dhe ngritje të niveleve të substancave antioksiduese. Domatet e pjekura. Një studim i publikuar së fundmi në revistën International Journal of Cancer Research and Treatment ka evidentuar se njëherë është e rëndësishme likopeni dhe beta-karoteni, 2 substanca shumë të rëndësishme në luftën kundër radikaleve të lira. Këto 2 substanca janë të pranishme në domate, por edhe të frutat të tjera, sidomos të ato me ngjyrë të kuqe. Por ky antioksidant i fuqishëm, pra likopeni, përthithet më mirë nga organizmi dhe është i përpunuar në fakt, sjell edhe përfitime të mira për trupin. Salmoni. Një studim i fundit italian ka asociuar dietën mesdhetare me rrezik më të ulët për të ardhur për shkak të sëmundjeve kardiovaskulare. Mbreti i kësaj diete ushqimore është peshku, veçanërisht salmoni, pasi përmban më shumë omega-3, po kështu edhe sardelet, trofta janë shumë të shëndetshme dhe jo më pak të këshilluara. Kunguj. Mjekësia e konsideron karotenin, sikurse beta-karoteni, një aleat të çmuar kundër radikaleve të lira, që janë shumë të mira me antioksidant të rëndësishëm për mbrojtjen e trupit dhe parandalimin e komplikacioneve. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.